Kështu që do ketë patjetër një kosto për konsumatorin amerikan. Ky reagim i Kanadas, çfarë tregon në një kohë që ka patur edhe një luftë, mund të themi, diplomatike sa i takon situatës me Kanadan, situatës me Groenland, mënyrën se si po qaset Donald Trump ndaj këtyre zonave që deri diku edhe i ka vënë në shënjestër? Unë do thosha që nisur edhe nga një intervistë që pash me zotin Tajani, ministrin e jashtëm italisë dje ke Bruno Vespa, ku këshillonte maturi dhe urtësi. Sepse në fundit ajo që po ndodh është që ai që ti i ke suficit tregtar, pra do thot ai që po harxhon parat, pra në këtë rast mund të bëjmë një thjeshtim të ekuacionit dhe theme blersi, dhe blersi ka gjithmonë të drejtë, kështu që në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës i paguajnë 260 miliard dollar më shumë Europës, janë në të drejtën e klientit që do të zgjidhë mallin dhe cilësinë e mallit, duke thjeshtuar krejt skemën. Kështu që në këtë këndvështrim, nëse Kanadaja vërtet ka këtë suficit tregtar me Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk e di ata i din vetë punë të tyre, por thjesht nga një parim më tepër njerëzor do thosha që dy të kësia nuk bëjnë një të mirë, përderisa Kanadaja kritikon vendosin e tarifave dhe nga ana tjetër ndjek të njëjtin gjë, do të thotë që çështja për ata është shumë e ndjeshme politikisht dhe detyrohen që të bëjnë një hap të tillë, sepse ndodhen përballë një Trumpi agresiv që thotë për të çuar lajme apo për të çuar mund të themi direktiva dhe indikacione për referendum, për ta bërë një shtet tjetër që i shtoi baza, ajo lufta politike me deklarata, lidhen, ë? Eksakt, patjetër. Domethënë edhe reagimi kinezëve ka të bëjë më shumë me një çështje krenarie dhe të themi krenarie kombëtare apo reciprociteti të cilin dhe zoti Trump e ka qef shumë si fjalë edhe në rastin e Kanadas. Por nga ana tjetër besoj shumë që reciprociteti i kanadezëve dhe i kinezëve është diçka më i studiuar se sa tarifat on block në mënyrë kaq të thjeshtëzuar që kanë aplikuar amerikanët, sepse formulat që kanë përdorur amerikanët është jashtëzakonisht të thjeshtë. Kanë marrë deficitin, e kanë pjestuar me volumin e tregtisë, ka dalë një koeficient, ai koeficienti është pjestuar me 2 dhe kjo është tarifa që kanë nxjerr. Pra, është një mënyrë shumë e thjeshtë, ndërkohë që matematikë saktë. Nuk përputhet fare me realitetet. Domethënë, ai thotë që europianët kanë një tarif 40% dhe unë përja bëj 20%, se ndërkohë që tarifat e Europës, në mesa tarifë, me mallra amerikane, nuk janë më shumë se 7-8%.